Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Xheloze për Rizartën, fletish bashkëshortja e Aldos. E ftuar në një emision së fundmi ka qenë Ana Veseli, ish bashkëshortja e Aldo Markut, i cili është banor aktual. Ajo ka folur më shumë për rrugëtimin e tij në këtë reality show, por edhe për marrëdhënien që kanë me njëri tjetrin. Ke pasur në një moment xhelozie, ka qenë pyetja. Ai u shpreh, jo, xhelozia nuk është pjesë e imja. Kam qenë ajo që ka përjetuar ato flirtimet apo emocionet e bukura që Aldo mund t'jetë duke ia dhuruar dikujt tjetër. Kështu që pse jo? Nuk është në natyrën time që të jem xheloze. Njerëzit nuk e besojnë që nuk kam asnjë ndjesi të keqe apo xhelozi brenda meje. Është bërë shumë virale një video e tij me Rizartën. Çfarë ke menduar? Unë kam qenë me mikeshën time më të ngushtë kur ma ka dërguar videon. E pash dhe kishte diçka që nuk shkonte, edhe mënyra se si ishin formuar fjalit nuk bënte sens. Një njeri i rritur e kupton këtë. Dhe duke analizuar tipin e Aldos, se kuptova që ka qenë duke folur për muskujt e barkut. Thjesht e njoh Aldon shumë mirë. U shpreh ajo.